Kalimtarët nga dje ndeshën me këtë instalacion në sheshin Skënderbej. Shumë prej tyre ndalojnë për të lexuar dhe ajo që shohin janë dëshmitë reale nga gra dhe vajza të dhënuara apo të ngacmuara seksualisht. Quhet mozaiku i zërave dhe synon të ndërgjegjësojë qytetarët rreth këtij fenomeni. Jolma Allaj është 21 vjeç, është një prej të rejave të angazhuara në këtë projekt. Këtë fenomen e ka përjetuar edhe vet. Historinë e saj zgjedh të mos e komentojë publikisht, por kërkon që kushdo që bie prej e dhunës me bazë gjinore të mos heshti. Edhe personalisht kam qenë pjesë e këtij fenomeni dhe e kam ndar historinë time në mesin e tyre, edhe historitë të shoqeve të mia dhe është një epidemi për cilën ne nuk mund të qëndrojmë të heshtur. I gjithë qëllimi i mozaikut të zërave është që të nxjisë bisedën, sepse ajo është pjesa më e vështirë. Mbështetur nga UNDP dhe ambasada suedeze, kjo ide lindi që të rinjtë të adresojnë dhunën me bazë gjinore. Në bashkëpunim me organizatën Gruaja Shqiptare në Audioviziv, ne ju kemi siguruar që historitë e tyre do të jenë anonime, kështu që nuk mendoj ende që të paktën këto të mbijetuara të dhunës ose ngacmimit seksual janë gati që t'ia tregojnë historinë e tyre me zë. Duhet thënë që në vitet e fundit neve shohim një rritje të numrit të raportimeve të viktimave të dhunës me bazë gjinore, të viktimave të dhunës në familje. Instalacioni do të qëndrojë në shesh deri me 12 mars, ndërsa shumë qytetarë kanë zgjedhur të shkruajnë mesazhe inkurajimi për viktimat e dhunës.